Përgatisim bashkë një darkë inspiruar nga filmi i Mamma Mias. Nisim si fillim duke bërë pazarin. Këtë marrim? Marrim batatë që marrim tjetër. Një diri. Na zoi shiu kemi ardhur me vrap këtu. Provojmë këto. Të s'ka lidhje me këtë që po bëjmë, po do të provojmë këto. Në të njëjtën kohë po bëjmë dhe pazarin për nesër, se nesër është e dielë dhe janë të gjitha të mbyllura. Pra qëllimi sot ishte të bënim një natë greke në Berlin. Kjo ishte sa për fan sigurisht. Ne mezi po prisnim ta bënim si gjë. Organizimi i një darke me një temë të caktuar është gjithmonë shumë qejf për të bërë. Dhe Mamma Mia është një nga filmat tanë të preferuar dhe motra e vogël është 17, prandaj menduam që të bënim një Dancing Queen theme. Pasi bëm pazarin, ikëm në shtëpi për të nisur përgatitje. Kjo mund të jetë një nga darkat më cute që kemi bërë. Ndryshuam dhe dritën e bëm blu që i dha një atmosferë komplet tjetër darkës. Kjo është para dritës dhe pas, siç mund ta shikoni, duket shumë herë më mirë. Kjo ishte edhe menuja e sotshme. Këto premtimet ishte bërë motra e madhe gati para se të vinin. Prandaj zbukuruam tapolinën, bëm edhe ushqimin. Doli shumë i mirë. Veç këtyre këtu bëm edhe patate furre dhe zaziç. Ndërkohë në background sigurisht që kishim hapur dhe këngët e Mamma Mias që i dim të gjitha përmendësh. Dhe ky është dhe përfundimi.